Aureli është inxhinier elektronik naval. Aurel, ku ke mbaruar? Unë kam studiuar në Itali, në Torino. Në Torino. Po ç'ne për inxhinier naval? Është një trashëgimi familjare, i mat ka qenë inxhinier elektronik në kantierin detar të Durrësit. Po? Ka marrë pjesë në ndërtimin e shumë anijeve, si tregtar edhe anijeve të peshkimit. Dhe ai ta la manet që ti e kishte si një lloj trashëgimi. Po. Dhe ti shkove, sa vjet studiove në Itali? 4 vjet, pastaj edhe në Shqipëri, unë kam marruar Harry Fulsin. Po? Kam qenë një student i Harry Fulsit. Pastaj pasioni për këtë lloj profesioni ishte përtej çfarëdo lloj imagjinatave, e kam ndjek me. Dhe u ktheve nga Italia. Sa kohë që punon në Shqipëri? Që nga 2006. Që nga 2006. Ka cili është niveli flotës shqiptare? Niveli flotës shqiptare ka arrit aktualisht nivelet europiane. I ka arrit? I kemi arrit nivelet europiane. Se ne kemi qenë dikur detar, deri diku, po kemi qenë detar shumë mirë me historinë e ulqinakëve, që pas kapitena shumë të mirë, dhe që ka lundru pa aparatura vetëm me yje, me një sekstant. Pa aparatura? Pa, me një sekstant dhe me një hartë letre, dhe gabimi ka qenë 10 milje. Janë pajisur anijet? Sot janë pajisur me teknologjit nga më të avancuara, kemi radar, harta elektronike, komunikim satelitar, me telefon, me internet. Është krejtësisht tjetër gjë? Është krejtësisht tjetër gjë. Kur të punosh në det? Është madhështore. Është madhështore? Është madhështore. Faleminderit. Gjithashtu gëzohem.